edhe nesër marrë puna, unë jam qëty. Në ora 2 të natës 10 qershor, është lajmëruar marrëveshja Kumanovës, Kosova u shliru marrëveshja Milošević me NATO-n, jo me neve, me NATO-n. Ata e ndërzuan, ata kanë ikë. Edhe tash kur hi në për tenda, në tenda, krejt u shliru më pështum, ata nuk besojnë natë ka qenë në ora 2 të natës. Me 11 qershor unë ku marrë në shpitën Mbllaç, ku marrën momenti më i mirë në jetë rilindja, dhe shko rilindje, që ku jenë ato bisedu që tash, na kanë mundë të konstituë heq. Sot, a merr pension të veteranit? Po, jo nuk marrë se marrë këtë kontribut dhanë se marrë. Okay. Kartelin e kam, po nuk e marrë se aja është ma ullë, është 204 euro i marrë, 260 euro i marrë. Që kumë punu në kontribut, kumë dhonë kontribut për shtetë, që ato. Edhe nesër marrë puna, unë jam qëty. Aty jam se mrapa i ki familjen, i ki gjithë mrapa aty. E tash ti si person me pështu vetë familja me të shkur nështë katastrofë. Zoti shpizet me dollë para shtëpisë. I pari të me koni pari. Tregom, cili është momenti më i mirë gjatë luftës? Po momenti më i mirë është kur imi kalu pengesa se ta kanë qitën mina toksore, gjitha ato, që na kemi gjetë një rrugë tjetër, alternative dhe kemi kaluën. Edhe kemi shku të familja, kemi kaluën ato, se kena pas informacione edhe në luftë ka pasin që qësët janë qitë në vendas janë mina, mos më ranë mina edhe me shku të familja, momenti më i mirë ku mujtë me të kalu me shku të familja, me pa familja. Që shonive në atë momentin kërë kuptove që erë shlirimi? Kur erë shlirimi në kumë qenë javar, është një lukështoj ka qenë kështu, une kumë përcjellën me radio, kështë po do radio të vogla, gjitha ato, edhe në ora 2 të natës 10 qershor, është lajmëruar marrëveshja Kumanovës, Kosova u shliru marrëveshja Milošević me NATO-n, jo me neve, me NATO-n. Ata e ndërzuan, ata kanë ikë. Edhe tash kur hi në për tenda, krejt u shliru më pështum, ata nuk besojnë natë ka qenë në ora 2 të natës, po nuk më përcjell. 2 të natës, unë nuk më përcjell. 2 të natës. Do thonë Kosova u shliru në 2 të natës. Kosova u shliru në 2 të natës në ora me 10 qershor. A kupton? Edhe tash për tham pështum, ata ishin befasum se si qa marrë kemenja. Kjo punë po. Edhe kum hinën, edhe në përshatori kum tërgu krejtve, me 11 qershor unë kum marrë në shpitën Mbllaç, kum ardhen me vizitu edhe kum këqyra komina, diçka ka qenë bari dhe i këto. Kum ardhen, po vetë kum ardhen, herë tani kum për familjen. Momenti më i mirë në jetë rilindja, dhe shko rilindje, që ku jenë ato bisedu që tash, na kanë mundë të konstituë heq. Kini lenë ditën në SFO-s lumet ju. Atëherë 23 antarë kemi jetu, o konë një komandant. Ska, krejt komandant atash. A i ka hije grus më konë e zoja shpis? E zoja shpis po komandën jo. Morali a konë ma mirë atëherë. Tërgom cilë është gabimi më i madh një që i ke bona herë? S'kemi ditë atëherë që tërku e konë. Tash kini lenë ditën në SFO-s lumet ju. Pse ditën e SFO-s? Se atëherë 23 antarë kemi jetu, o konë një komandant në shpi. Aj kur ka thonë të miki me shku, aj çdo sen përësite, se unë bujke më konë, me shku që tu, malë, në nesë, në narë, në liva, jenë konë koordinume. E tërgom, e sot, sa po respektot aj komandanti? Ska, krejt komandantët është. Po du që sa të gjëmo shumë komandanta në shpia? Si cili, kuletat si cili thëmija në fakultet, kanë të në vete, ka, s'ka. Qysh ishtë dosht, e sot kush o komandant mas shumë të një shpi? Komandant i shpi, sot kush është? Po... Kënë pe bujnë? Gruja. Gruja? Po... A i ka hije grus më konë e zoja shpis? E zoja shpijës po, po komandën jo. Komandën jo, pse jo si ka hije? Po pse si ka hije, gruja i ka punë të shpijës, burri që punë të shpijës, fushës. Pse o ardhë kjo kusët ka të shumë me ndru senet? Vakti, ku a ka bo. A ma mira ma keq? Ma keq. Pse ma keq? S'po ka respekt sa duhet a? Pse, porzit e pata me një kojqicë të bisedë. Kur për para nuk janë nda, une sa moj menë pizzate 7-8, dhe më honë një femen në nda për i burrit, që i shkon tepër dhe më honë e kanë honë atare mësit me pare.
e kanë mashtru atë femnën. Asnjën nuk ka dështu pi atëheri domthon. Tash që rose i kom në lagja aty 5-6 Vojza dome, ha? Ka jetu 2 vjet o prish. S'ka mi thonë asaj pune. Shqiptarizmi pa diktatur nuk ka kur gjon. Tregom, a ma të mira... Mu kon një kulet i zoti shtëpijës a 10 kuleta në shtëpi. Jo, ma mirë është. Ka ma shumë mere qenë. Ka 5 euro në ditë, 50 euro të buhen. Tash ka 5 euro si cili në kulet. Se ordhë kjo kusët ka të shumë me ndru senet. Vakti, ku ha ka bu. A ma mirë a ma keq? Ma keq. Pse ma keq? S'po ka respekt sa duhet, a? Pse porzit e pota me një kojqic aty bised. Kur për para nuk janë nda, une sa e moj men pizzat e 7-8, domthon një femën o nda për i burrit, që i shkon tepër domthon e kanë dhonë atare mësit me pare, e kanë mashtru atë femnën. Asnjën nuk ka dështu pi atëheri domthon. Tash që rose i kom në lagja aty 5-6 Vojza dome, ha? Ka jetu 2 vjet o prish. S'ka mi thonë asaj pune. Shqiptarizmi pa diktatur nuk ka kur gjon. Tregom, a ma të mira... Mu kon një kulet i zoti shtëpijës a 10 kuleta në shtëpi. Jo, ma mirë është. Ka ma shumë mere qenë. Ka 5 euro në ditë, 50 euro të buhen. Tash ka 5 euro si cili në kulet vetëm s'ka. As për cigare s'doli. S'ka për kur gjon. A ma të mira e në konë qikat atëhera atash? Morali e konë ma mirë atëherë, reglat janë konë ma të mira. Atëherë baba ka këqyrë kur ka shku misiti me lyp ciken, baba interesu, dajt djali ka i ka, familje, ndeshme, mira e ka thonë, kur nuk ka dështu. Shka tash ku e në konë disa njerëz që i kanë shit qikat me pare, aja konë problem se e ka mashtruaj, se parja e ka mashtruaj. A si unë për vete për shembull i kumë thonë 5 motra, e kumë taku edhe në atë kohë në vitet 60-70 motrën me burë, po njëftu, a të pëlqen, po aja konë në regull. Edhe s'ka dështu se unë e kumë lyp rojt ku i ka pasaj. Halal të kohë, a që dora. Tash, Ti ko ke burë, halal të kohë. tash qikat njoftuan, dikush po thot e mora lulen, jo be kaqen e kinë shpi. Kaqen e kinë shpi. A qështu ajo? Fjallë me vene, vallaj. Pandeshu beteja, na pala që të morem ku. Kur nuk dështojnë, kur janë familjen, kur e lypë si familje. Pak. Që Kosova nuk ka ku me ditë ca. Po ka të mira, ka të qie, ka, po ku ja ke lypë dajt ku i ka, rronjën e mira aja, ka dalë. Edhe jo dalë mirë. Pandeshu beteja, të rëzotit Allah shnete.